Tung të gjithëve, unë jam Indira, jam drejtoreshe Kaleidoscope Futures Lab me bazë në Britani të Madhe. Është një kompani apo think tank e cila merret me temat e qëndrueshmërisë, me projekte të ndryshme, duke filluar prej trajnimeve deri në hulumtime, mirëpo edhe konsultime. Kjo puna ka shpjerë në gjitha anët e botës dhe me kënaqësi tani gjithashtu kemi themeluar Sustainability Leadership Kosova, që operon që 2 vite në Kosovë, dhe mundohemi që nëpërmjet SLK-s të i bartim gjitha këto njohuri dhe të fillojmë të krijojmë një lëvizje të qëndrueshmërisë në Kosovë. Sot do të prezentoj me ju një prezantim të shkurt që ka të bëjë me UNSDGs. E kam quajtur bota në mes të 2 ekstremeve, dhe me siguri që deri me tani vetëm keni hasë në një kornizë fotografi e tillë, e cila shpjegon se cilat janë ato 17 caqet e zhvillimit të qëndrueshëm të krijuara apo të themeluara nga Bashkimi Evropian. Mirëpo, nuk do të flasim për të gjitha caqet sot, se janë mjaft komplikume, do të koncentrohemi më shumë në reduced inequalities. Para se të vazhdojmë, kisha pas dëshirë që të qartësojmë se çfarë do thotë, cili është qëllimi i SDG-10, çfarë do thotë, çka duhet të arrisim deri në vitin 2013. Qëllimi i SDG-10 është fuqizimi dhe promovimi i përfshirjes sociale, ekonomike dhe politike e të gjithëve, pavarësisht nga mosha, seksi, paaftësia, raca, përkatësia etnike, origjina, feja ose statusi ekonomik. Domethënë, kjo është ajo një përshkrim i përgjithshëm i qëllimit të SDG-10. Mirëpo, duke marrë parasysh se bota është duke kaluar nëpër disa kriza, jo vetëm kriza e pandemisë, por edhe krizat e tjera, ekzistojnë disa sfida apo blloqe të cilat e pengojnë arritjen e barazisë, kudo që është ajo barazi. Sfida e parë është humbja e biodiversitetit. Kjo është ngushtë e lidhur me ndryshimet klimatike që po ndodhin rreth e rrotullt nesh, mirëpo humbja e biodiversitetit ka të bëjë gjithashtu edhe me përdorimin e risorseve apo burimeve natyrore të cilat e mbajnë jetën. Nëse nuk ka burime natyrore, atë është shumë vështirë të krijojmë barazi, sidomos në barazi në mundësi, në qasje të mundësive, barazi në të ardhurna financiare e tjera. Humbja e biodiversitetit është shkaktari apo sfida numër 1 që na pengon që të arritim barazitë në botë. Sfida e dytë është paqëndrueshmëria ekonomike, edhe pse bota është zhvilluar, teknologjia është zhvilluar, kemi një prodhimtari shumë të fortë dhe të cila sjell përfitime të mëdha, mirëpo është një ekonomi e cila është e paqëndrueshme për shkak që bazohet në ato 3 faktorë që janë merr, prodho dhe gjuaj. Domethënë është një ekonomi e cila është e paqëndrueshme në afat të gjatë. Sfida numër 3 është pabarazitë shoqërore. Këtu ka të bëjë shumë me pabarazitë shoqërore që kanë të bëjnë për shembull me njerëz, domethënë pabarazitë gjinore, pabarazitë etnike, pabarazitë në mes të njerëzve, me njerëz me aftësi të kufizuara apo me raca të ndryshme e tjera. Mirëpo pabarazitë shoqërore sfida e pabarazive shoqërore vjen edhe nga stili i jetës të cila shoqëria jon globale është duke e bërë. Sidomos ai stili i jetës të cilën e bëjmë, në të cilin është stili i jetës i cili është i pashëndosh, që shkakton dëme të mëdha në shëndet, dhe është një hulumtim që është kryer, e quajtur The Spirit Level apo filmi dokumentari The Divide, që është bazuar në këtë hulumtim, e cila shpjegon që klasat e ulta
punëtore apo klasat me arsimim të ulët gjithmonë kanë më shumë problem me shëndet për shkak që ushqimi i lirë është ushqim edhe i dëmshëm për shëndetin e tyre. Do të thonë McDonald's apo gjitha ato ushqime të cilat janë fast food apo si quhen fast food janë shumë më të lira se sa ushqimet e shëndosha. Andaj klasat e ulta gjithmonë pësojnë nga shëndeti më i dobët. Do t'i ndaj me ju disa fakte të cilat pak a shumë e spjegojnë se ku është bota sot, ku jemi sot, ç'a do të thotë barazit. Edhe për shembull në vitin 2020 është regjistruar që 735 milion njerëz janë ende duke jetuar në varfëri ekstreme. E kur them varfëri ekstreme, është varfëri ajo e cila për njerëzit të cilët nuk kanë gjasje në ujë, nuk kanë gjasje në ushqim, nuk kanë qasje në strehim, e tjera, tjera. Kjo është ajo varfësi ekstreme. Gjithashtu nëse flasim për pabarazit gjinore, për shembull në një hulumtim tjetër e bërë nga World Inequality Report, thotë se 17 gra totalisht janë në krye të shtetit sot, 18% të grave janë në ministri, 24% janë parlamentar dhe 34% janë në pozicione manageriale. Çka do thotë kjo? Kjo do thotë që në krye të këtyre institucioneve bën vendime shumë të rëndësishme. Do thotë që femrat apo gratë nuk janë pjesë e këtyre vendimeve të rëndësishme, që do të thotë barazit gjinore do të jenë shumë të ngadalësuar për shkak që femra nuk është pjesë e këtyre vendimeve. Tjetër fakt interesant është se në botë kemi shumë konflikte që janë duke ndodhur, ndjekje në vitin 2018 janë regjistruar të ikur nga konfliktet dhe ndjekjet 277 milion persona. Kjo shumë në vitin 2013 ka qenë 232, do të thonë është në rritje të vazhdueshme. Nuk janë vetëm ikjet nga konfliktet dhe ndjekjet, por kemi edhe ikje nga kërkesa për punësim, si në Kosovë për shembull që kemi shumë ikje të rinjve të cilat janë duke kërkuar punë në shtetet e Evropës. Në vitin 2025 është paraparë që 2.4 miliard njerëz në gjithë botën mund të jetojnë në zonat me burime të pasigurta të ujit. Do të thonë kjo është një numër tepër alarmues për shkak që ne mendojmë se burimet e ujit janë të mjaftueshme, do të janë të palimitume, mirëpo ndrimet klimatike, ngrohja globale, zhvillimet ekonomike, për shembull si hidrocentralat e Kosovës, do të thotë që mungohet burimet ujore dhe kjo është një ndër burimet kryesore që e promovon jetën e barabartë. Në 2019, 2153 miliarder kanë më shumë pasuri se 4.6 miliard njerëz. Kjo do thotë që ata njerëz të cilat janë pasur janë duke vazhduar të krijojnë pasuri ekstreme dhe posedojnë pasuri më të madhe globale, një pakicë të tyre posedojnë pasurinë e madhe globale në krahasim me popullin tjetër. Ndërsa në 2017, edhe pse ndoshta mendoni se skllavëria moderne është një e kalume, nuk është, 40.3 milion njerëz janë të bllokuar në skllavëri moderne. Në 2016 ka përfshirë 24.9 milion të cilët janë në punë të detyruar. Në Kosovë mund të themi se skllavëria moderne ekziston, kjo zakonisht praktikohet jo vetëm nga sektori privat, i cili i trajton punëtorët në mënyrë të padrejtë, apo i shkel të drejtat e punëtorëve, nuk i promovon të drejtat e tyre. Mirëpo edhe në raste kur për shembull kemi një
grup të fëmijëve të cilët janë të eksploatuar nga të rriturit që të lypin në rrugë. Edhe kjo do të thotë që është një punë e detyruar apo fëmijë të cilat janë të bllokuar në këtë sistem që hyn në skllavërinë moderne. Në 2020 fatkeqësisht që lidhen me ndryshimet klimatike kanë sjell 60.000 vdekje në vit. Ato mund të qojnë në një 250.000 vdekje shtesë çdo vit në mes të vitit 2030 dhe 2050. Domethënë fatkeqësitë janë në rritje dhe janë më të shpejtuara e këtu ka të bëjë fakti që kemi krijuar ndryshime të mëdha në ekosistem që kanë efekt të madh në ndryshimet klimatike, andaj vështrimet, tërmetet, apo stuhitë e mëdha të cilat i kemi parë këto vitet e fundit shkaktojnë dëme të mëdha të cilat e pengojnë krijimin e barazisë në botë. Në 2018, 53% të vdekjeve në botë janë shkaktuar nga sëmundjet e marra prej stilit të pashëndoshtë të jetesës. Çka do të thotë stili i pashëndoshtë i jetesës? Është ajo që përmendëm më parë, ushqimi i dobët, mungesa stërviqjes, përdorimi i substancave të ndryshme si alkooli, droga e tjera. Dhe në fund në 2020 gratë në të gjithë botën punojnë 12.5 miliard orë pa pagesë. Kjo është një ekonomi e cila nuk regjistrohet. Do të thonë ka shumë gra, çfarë do të thotë kjo 12.5 miliard orë pa pagesë? Çfarë do të thotë? Do të thotë se gratë punojnë në shtëpi, kujdesen për familje, kujdesen për fëmijë, kujdesen për të afërt, për prind, dhe kjo nuk hyn në ekonominë apo nuk njihet si kontribut financiar. Mjaft folëm për probleme, mjaft folëm për sfida, mjaft folëm për këto fakte që janë mjaft depresive, por çfarë mund të bëjmë? Janë 3 drejtime në të cilat ne si individ, organizat apo kompani mund të drejtohemi. Mund të krijojmë ndikim pozitiv që të arrisim atë barazi të cila kërkohet deri në vitin 2030. Njëra e para është që të kemi influencë në rregullore. Rregulloret mund të jenë rregullore personale, mund të jenë rregulloret apo principet e organizatës në cilën operoni, mund të jenë rregulloret e kompanisë në cilën e keni, apo mund të jenë edhe rregulloret e qeverisë dhe çfarë influencë mund të bëjmë në ato rregullore. Rregullore në organizata apo kompani gjithmonë kanë të bëjnë me, për shembull, përfshirja dhe diversiteti i njerëzve në punë, mandej kujdesin ndaj punëtorëve dhe familjes së tyre, kujdesin ndaj konsumatorëve, kujdesin ndaj hisetarëve e tjera. Domethënë përfshirje rregullore të cilat e përcaktojnë qëllimin e organizatës, mirë po edhe përcaktojnë se çfarë vlera organizata i duhet të krijojë. Tjetra ka të bëjë me monitorimin e tregjeve dhe institucioneve financiare. Kjo pak më shumë vjen edhe nga qeverisja, apo nga ekzekutivët, apo nga drejtuesit e organizatave, kompanijave, apo qeverisë. Çfarë do thotë është monitorimi i tregjeve do thotë të jemi pak më të kujdesshëm se çfarë investime lejojmë në shtet. Për shembull, Termocentrale e Kosovës kemi qenë shumë të pakujdesshëm, nuk e kemi analizuar mirë se çfarë do thotë për Kosovën kjo, domethënë sjell dëme shumë më shumë se sa dobi për ekonominë tonë. Domethënë jemi pak më vetëdijshëm se çfarë investime të lejojmë në Kosovë. Kosova është shumë e vogël dhe kemi pasuri natyrore, mirë po s'do të thotë se çdo investor që vjen në Kosovë me miliardat e tyre ja don të mirën Kosovës. Andaj duhet të jemi shumë të kujdesshëm se çfarë investori lejojmë në Kosovë të zgjedhën. Ndërsa monitorimi i institucioneve financiare ka të bëjë me banka,
instituțiune creditore, sigurimi, të tjera. Edhe kjo është me rëndësi për shkak që monitorimi i këtyre institucione financiare i drejton këto që të investojnë apo të japin kredi vetëm atyre investorëve të cilët sjellin dobi apo me investimet e tyre në Kosovë krijojnë dobi dhe vlera për shoqërinë tonë, që do të thotë krijimi i barazive më i shpejt në Kosovë. Dhe investime të dobishme dhe gjithëpërfshirëse. Kur them investime, kjo vjen jo vetëm nga investimet personale, jo vetëm nga investimet e kompanisë, jo vetëm nga investimet e qeverisë, mirë po edhe nga investimet e donatorëve në Kosovë. Gjatë këtyre 2 viteve kam pasur mundësi që të njoftohem pak më shumë me këto sisteme dhe mendoj se Kosova është në një mënyrë, në një kurth e cila e mban Kosovën në një ekonomi të varur. Ekonomi e varur do thotë të gjithë jemi të varur nga fondet e donatorëve, mirë po jemi gjithashtu të varur edhe nga agjendat e donatorëve, cilat jo gjithmonë janë të përputhen nevojave të shtetit tonë. Andaj duhet të mendojmë se çfarë dobi këto investime sjellin. Për shembull, ne si organizate, SLK kemi një qasje gjithëpërfshirëse dhe mundohemi që në programet e tona dhe në implementimin e programeve tona gjithmonë t'i përfshijmë gjithë popullatën që t'ja u japim mundësinë të gjithë të marrin pjesë, mirë po edhe të i mësojmë organizatat e kompanitë se si t'jenë më të dobishëm, më pak të dëmshëm edhe më të përfshirës. Prej këtyre sfidave të cilat i kemi përmend, po shkoj tash në mundësi, pak në 3 mundësi të cilat i kam zgjedhur, se çfarë do të thotë, cilat janë mundësitë të cilat krijohen nga këto sfida, dhe çfarë mund të bëjmë. Si kompani, organizatat, për shembull, kompanitë apo organizatat mund të analizojnë zinxhirin e tyre të furnizimit apo hisetarët e tyre dhe të miratojnë strategji të përshtatshme të qëndrueshmërisë. Për kompani, për shembull, kjo do thotë se si kompani se çfarë modeli të biznesit do të kemi, çfarë janë caqet tona si kompani, a është vetëm përfitimi financiar apo krijimi i vlerave edhe për shoqëri edhe për ambient. Se çfarë do të thotë dëmtimi i natyrës për prodhimtarinë tonë e tjera. Dhe do thotë investimi në tregun lokal e ngrit ekonominë. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që gjitha ato organizata, kompani që të rishiqojnë se cilat janë ato produkte lokale të cilat mund të përfitojnë prej tyre, mirë po edhe të uljem atë pabarazi, t'u japim mundësi ndërmarrësve të vegjël apo ndërmarrësve social që ti promovojnë produktet e tyre, mirë po edhe ti promovojnë edhe të ngrisin kapacitetin e biznesit tyre. Normal në kushte të duhura të politike. Mundësia e dytë është inovacioni i produkteve. Ne vetë që kam pa në Kosovë që ka mjaft produkte të cilat janë shumë inovative, jo vetëm produkte, po edhe shërbime, kam pas kënaqësi të i takoj edhe disa. Andaj kompanitë, organizatat duhet të fillojnë të i përdorin ofertat e këtyre produkteve dhe shërbime nga grupet e marginalizuara apo nga grupet nga grupet apo nga organizatat që udhëheqen nga grupet e marginalizuara. Ndërsa integrimi e SDG 10 në strategjinë e biznesit, mirë po edhe të organizatës, do të thotë që jo vetëm e përmirëson dhe përforcon reputacionin e tyre, por edhe fuqizon krijimin dhe inovacionin brenda në kompani apo organizatë. Dhe mundësia e tretë është fuqia e shëndosh punëtore. Kompanitë, organizatat duhet të përmirësojnë barazinë gjinore dhe etnike dhe ofrojnë mundësi të punësimit të gjithë njerëzve nga gjitha grupet e marginalizuara. Nuk është e mjaftueshme që një kompani udhëhequr nga pronari shqiptar të punëson vetëm shqiptar. Nuk arrisim barazi. Vërtet
i krijojmë pa barazit. Andaj duhet të mendojmë se si të përfshijmë grupet etnike në mundësi të punësimit nëpër kompanitë tona. Kompanitë mund të investojnë në programe të cilat e ngrisin arsimimin dhe edikimin e të rinjve, vajzave, grupeve etnike dhe të marginalizuara. Çka do thotë kjo është të investojnë në ato programe specifikisht që e fuqizojnë rinin, specifikisht që e promovojnë mundësimin, e fuqizojnë vajzat e reja dhe gjithashtu grupet etnike dhe të marginalizuara. Kjo është ajo çka deshta mendo me juve dhe ju falenderoj që ju mora kohë dhe ju uroj shumë sukses me Green Fest. Shpresoj se informatat e ndora janë të duhura dhe ju kryejnë punë. Me qef dhe me kënaqësi do të isha prezent në festival, mirë po krizat në të cilat ballafaqohemi sot na kanë ndalë këtë dhe falenderoj prap shtatorët dhe ju uroj shumë përgëzoj për punën. Mirupafshim.